بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من الله تطفل اندرهم vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë, askush tjetër përveç tij, xhella xhelalu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Elus Allahun Jalla fi ula që të na këtë pranu shpërblimin në këto ulje që kemi pas të mësimit të akides të hawije, e që të na këtë dhonë bereqet dhe mirësi në atë që kemi mësu, sikur se e lusë që të na jap sukses e të na e lehtësoj rrugën në këtë pjesë tjetër që na ka mbet prej kësaj akide. Amin. Vazhdojmë në kapitullin e kaderit. Thot autori, Allahu mëshiroft, وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذرية الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان والحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Thot autori, Allahu mëshiroft, dhe se kaderi është sekreti i Allahut te krijesat e tij. Nuk ja ka treguar atë në një meleku të afërt dhe as në një pejgamberi të dërguar, dhe se thellimi dhe vështrimi në të çon, pra është rrugë që të çon në dështim, dhe është një shkallë prej shkallëve, domethënë, që të çon në ndalimin ose në pengesën e udhëzimit, dhe është një grad, pra është një grad që kalon cakun e lejuar. Edhe duhet me pas kujdes të plot njeriu, thot muslimani, në këtë gjë, që mos të meditoj, mos të mendoj dhe mos të krijoj shejtani, thot, vezvese. Sepse Allahu i lartësuar, thot, e ka mbuluar dijen e kaderit te krijesat e tij dhe i ka ndaluar ato ndaj synimit të kësaj dije. Sikurse ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij, ai nuk pyetet për atë çfarë vepron, por se njerëzit janë ato që do të pyeten. Kështu që ai i cili thot pse e ka bërë Allahu këtë, atëherë ai ka kthyer gjykimin e Kuranit, dhe kush e kthen ose refuzon për gjykimin e Kuranit është prej jo besimtarve. Autori, Allahu mëshiroft, tërheq vërejtje në një rregull prej rregullave që mbase e kemi marrë edhe përsërisim, dhe ky është rregulli që kaderi, prej tij ka kader që njihet, dhe prej tij, pra prej çështjeve të kaderit, ka kader tjetër ose çështje tjera që nuk njihen, që janë të fshehta. Detyra që ne kemi është që të qëndrojmë tek ajo të cilën e dim dhe që është e ditur
dhe që njihet dhe mos të tejkalojmë dhe të shkojmë tek ajo që na është fshehur, pasi kaderi është sekret për sekreteve. Allahu subhanahu wa taala nuk ja ka treguar askujt, as në një meleku dhe as në një pejgamberi. Edhe nuk është e mundur që sado që njeriu, të thellohet që të arrijë këtë dije të cilën Allahu ja ka fshehur krijesave. Por se kjo do të kthehet, në dëmin e njeriut. Sikur se ai i cili, një shembull pra, sikur se ai i cili shikon diellin edhe don me sytë e tij të kuptoj diellin, me detaj, çfarë do të ndodhi nëse ai e shikon diellin, nëse i hap sytë dhe i mban sytë hapur për të parë diellin. Drita e fortë e diellit ka për t'ia dëmtuar shikimin. E njëjta gjë me kaderin. Ai i cili thellohet fort dhe mundohet të kap diçka që Allahu xhelle fi ula ja ka fshehur atij, kjo do të kthehet në dëmin e tij. Kështu që neve na mjafton të dim ato gjërat e përgjithshme që na janë tregu. Dhe këto janë ato gjërat që përmenden në tekstet fetare në Kur'an dhe në Sunnet dhe nuk na lejohet të kalojmë përtej kësaj. Edhe padyshim një gjë e tillë, pra nëse dikush mundohet të kalojë këtë kufi, kjo gjë ka për ta çuar në devijim, në humbje. Allahu na ruaj. Edhe prej shkaqeve më të mëdha, subhanallahu, që njeriu ja ka hap vetes edhe me të e ka çu veten në devijim ose në hutim, është me u fut në ato çështje të cilat dija e njeriu nuk ka aftësi për t'i kap. Njeriu nuk ka forcë edhe fuqi për t'i kuptuar ato çështje. Edhe nuk ka asnjë lloj rruge për të arritur për t'i kuptuar ato gjëra. Edhe kjo është sikur se çështja e kaderit, që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë sekret prej sekreteve të tija. Xhelle fi ula. Disa prej selefëve kanë thonë: "El qadar sirrullah fala nakshifuhu." Kaderi është sekreti i Allahut. E si i tillë ne nuk mundohemi ta zbulojmë. Kështu që ne nuk na lejohet të tejkalojmë çfarë ka ardhur tek argumentet prej çështjeve të kaderit, por se qëndrojmë aty ku kanë qëndruar argumentet. Kështu që duhet me pas kujdes, mos me qenë si ai i cili me veten e tij i ka hedh vetes dyshim. Por se të jemi prej atyre që marrim atë dije që na bën dobi dhe mos marrim atë dije që nuk na bën dobi. Sikur se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ihris ala ma yanfa'uk." Mundohu të përqendrohesh për atje i zellshëm në atë gjë që ty të bën dobi. Dhe ka prej tyre që e marrin dijen që nuk i bën dobi. Ne duhet mundohemi të jemi prej atyre që ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përmendëm. Çështja e kaderit është e përafërt sikur se çështja e emrave dhe cilësive të Allahut xhelle fi ula. Do të thotë, për emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala janë disa gjëra që dihen. Pra sikur se dim origjinën ose kuptimin e parë gjuhësor, mirë po nuk e dim formën se si është. E njëjta gjë dhe me kaderin. Ka gjëra që ne na kanë ardhur në Kur'an dhe në hadith, aty qëndrojmë dhe nuk kalojmë më tej për të zbërthyer sepse janë gjërat në një formë, pse nuk janë në një formë tjetër, kurse si. Ne qëndrojmë tek ajo që na ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet, sikur se të emrat e cilësitë e Allahut xhelle fi ula, sikur se na ka treguar profeti një shembull që Allahu qesh. Ne dim çfarë është qeshja, edhe sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam,
e dinin çfarë ishte qeshja, për këtë arsye i tha: "O profeti i Zotit, a qesh Zoti jon?" Po, i tha: "Qesh." Edhe nuk i thanë çfarë është si qesh. Ti thonin çfarë është qeshja, apo si qesh Allahu, apo si zbret Allahu, këto lloj formash nuk e kanë pyet. Por se e kanë marrë në kuptimin e parë gjuhësor që njihet tek njeriu dhe nuk futen se ta komentojnë pra se si është kjo cilësi prej cilësive të Allahut. E njëjta gjë është edhe me kaderin, pra ne qëndrojmë në atë çështje që na ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe nuk mundohemi të futemi më thellë, pasi kjo padyshim kthehet vetëm në dëmin ton. Dhe prej atyre gjërave që ne i dim nga Kurani Suneti janë ato që kanë ardhur në argument dhe që dihen, sikurse pohimi i dijes absolute të Allahut subhanahu wa taala. Pra prej kaderit është se Allahu është i gjithdijshëm dhe dija e tij përfshin çdo gjë. Allahu di atë që është, atë që do të jetë, dhe atë që nuk është, nëse do të ishte si do të ishte, prej gjërave të mundura dhe të pamundura. Jelle fi ula. Dhe se Allahu ka shkruar çdo gjë në Lauhul Mahfuz. Kur i ka thënë lapsit shkruaj, çfarë shkruaj? I tha shkruaj çdo gjë që do të jetë deri në fund, kur bëhet kiameti pra. Dhe se Allahu Jelle fi ula kështu ka dëshiruar që gjërat të jenë. Dhe se në fund Allahu Tebarake wa Taala e ka krijuar çdo gjë. Pra këto janë fazat e kaderit. Këto janë ato gjëra që ne i dim prej kaderit, edhe këtu duhet qëndrojmë. Edhe nuk kalojmë më tej. Do thonë që të mundohemi të zbërthejmë, thonë sekretet e Allahut Jelle fi ula. Për shkallës e krijimit gjithashtu është, domethënë, janë veprat e njerëzve. Allahu është ai i cili ka krijuar. Udhëzimi është mirësi prej Allahut dhe mëshirë prej tij. Ndërsa lënia në humbje është urtësi prej Allahut dhe drejtësi prej tij. E çështje tjera domethënë që janë prej kaderit, të cilat dihen, domethënë, prej argumenteve. Dhe gjërat e tjera që vinë pas tyre, absolutisht nuk na lejohet të futemi në to. Sikurse janë disa, pse Allahu e devijoi këtë, edhe pse e udhëzoi këtë, apo pse i dha këtij e nuk i dha këtij, e furnizoi këtë edhe domethënë e la këtë në pakicë, i ka bërë këtij mirësi, këtij tjetrit i ka bërë sprova. Edhe këto janë paqe, këto janë luftë. Të gjithë këto, domethënë, fjalët që i thojnë njerëzit, domethënë duke u fut në çështjet e caktimit të Allahut Jelle fi ula. Thot Imam Tabarani, transmeton pra Imam Tabarani, dhe kjo është një hadith që disa prej dietarëve e kanë bërë të mirë, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha dhukira al-qadaru fa amsiku." Kur përmendet kaderi, atëherë heshni, ndaloni, pra mos flisni për të. Allahu i thot me lajkeve, kur me lajket mbasi Allahu i tregon se do të krijojë Ademin alayhis salam, do ta vendosë në tokë, me lajket i thonë: "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ti do të vendosësh në të, thot ai i cili ka për të bërë, thonë, fesad, prishje në tokë, edhe do të derdhi gjakrat, edhe ndërkohë që ne të madhërojmë edhe të lavdërojmë ty, edhe të adhurojmë, çfarë i thot Allahu subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë, thot, e di atë që ju nuk e dini. Kjo
mjafton. Sa herë që njeriu të ketë vezvese në dyshime pse një gjë është kështu apo pse nuk është ashtu, mjafton të di se Allahu ka thënë inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di atë që ju nuk e dini. Gjithashtu për gjërave që ne janë ndaluar në çështjen e kaderit është polemika në të. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, pra azamtu aleikum alla tatajadalu fi. Pra ju kam nxitur, ju kam këshilluar, ju kam folur pra që të mos polemizonin të në çështjet e kaderit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, falni autori, Allahu mëshiroft thot, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. Duhet që muslimani të ketë kujdes të madh në kader, pra që mos të futet mendim të, mos të vështroj shumë në çështjet e kaderit, e mos lejoj shejtanin që t'i bëj vezvese. Shejtani i bën vezvese njeriut, u vëllezër, në këtë kapitull, në çështjen e kaderit. Kështu që muslimani duhet jetë i zgjuar, e t'i largoj vezveset, edhe të jetë në vrojtim ndaj vezveseve që i vinë, edhe mos t'i mendoj, pra këto vezvese që i vinë mos t'i mbaj në mendje, por se të kthehet sa herë që t'i vinë vezvese në gjërat e përgjithshme që i përmendëm dhe që do t'i përmendim me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vazhdon autori, Allah mëshiroft, se Allahu i lartësuar thot e ka mbuluar pra çështjen e kaderit ndaj krijesat e tij dhe i ka ndaluar ato nga synimi i tij. Sikur se thot Allahu se ai nuk pyetet për atë çka e vepron, mirë po ato do të pyeten. Ky argument, kjo fjalë e Allahut gjithashtu ka ardhur, domethënë për të pohuar njësimin e Allahut xhelle fi ula. Por se para se të arrijmë aty, do të kemi parasysh se Allahu subhanahu wa taala nuk pyetet për atë çka e vepron vetëm për pushtetin absolut dhe fuqinë absolute dhe mbizotërimin absolut që ai ka mbi krijesat. Kjo e ka lavdërim nga një anë, por nga një anë tjetër nuk ka lavdërim. Por se Allahu subhanahu wa taala lavdërohet me këtë ajet, duke ditur se ai nuk pyetet për atë çka e vepron, e jo vetëm për fuqinë dhe pushtetin e tij, por për faktin se ai subhanahu wa taala ka urtësinë absolute, ka dijen absolute, ka mëshirën e cila ka përfshi çdo gjë. Pra nuk është çështja vetëm se Allahu është i plot fuqishëm dhe nuk pyetet. Mirë po, lavdërimi absolut arrihet atëherë kur pohohen të gjitha çështjet e tjera. Se Allahu nuk pyetet për shkak se ka dijen absolute. Allahu nuk pyetet se ka urtësinë absolute. Allahu nuk pyetet sepse ka mëshirën absolute që ka përfshi çdo gjë. Përmendet subhanallahu që një grua u sprovua me vdekjen e djalit saj. Dhe në formë rebelimi ose kundërshtimi ndaj këtij caktimi të Zotit, dëshironte që mos shikonte më në lartësi, në qiell. Edhe vendos një rrobë që shtrihej mbi ballin e saj, shtrihej edhe zgjatej, që ta pengonte atë me pa lart.
Pra një formë rebelimi prej saj që nuk donte të shikonte në qiell, në lartësi, sikurse me dashme i thon Zotit që pse e more djalin tim, domethënë as kishe një tjetër. Allahu na ruaj, domethënë kjo realisht është dështim i njerëzit. Edhe është mungesë e kuptimit. Kurse si njeriu nuk mundet ta pyesë Allahun në formë kërkesë llogarie ose kundërshtimi. Kjo o vëllezër, përveç se nuk lejohet fetarisht, por nuk ka edhe logjik, nuk ka arsye. Po ta mendosh, ne tham se Allahu subhanahu wa taala nuk pyetet, për çfarë? Sepse Allahu ka urtësinë absolute, ka dijen absolute, xhelle fi ula. E nuk mundet që njeriu i cili është i mangët të shkojë deri në atë kufi saqë ta kundërshtojë Allahun subhanahu wa taala. T'japim një shembull, nëse dikush do të futej në një sallë operacioni dhe aty është doktori që është, më thënë, mjeshtër i asaj fushë, doktor zemre, ose çfarë do lloj operacioni qoftë. Edhe futet një person që nuk ja ka haberin mjekësisë. Edhe i thot doktorit, o doktor, këtu nuk po e bën mirë operacionin. Pse nuk e bën kështu? Apo pse po e bën këtë në formë refuzimi që kjo nuk është e saktë? Çfarë mendoni ju se ka me i thonë i doktor? Pa dyshim që do i thot, kush je ti, më valla? Kush je ti? Ndërkohë që ky doktori krijesë prej krijesave është. Edhe nuk është larg mendjes që ai edhe mund të gabojë. Pa marrë parasysh që është mjeshtri i asaj pune, po krijesë është. Po Allahu subhanahu wa taala, i cili dija e tij ka përfshirë çdo gjë. Dija e tij është absolute, dija e tij nuk ka limit, nuk ka kufi në të cilin mbaron në të. Tebaraka wa taala. Sikur se i thot Khidri Musait alayhis salam për atë zogun që mori një pikë ujë nga oqeani, dija jonë, thot, me dijen e Allahut është si pika asaj ujit që mori zogu me oqeanin. Ndërsa disa dietar kanë thënë relata e dijes tonë me dijen e Allahut është sikur se asgjëja me atë që nuk ka fund. Edhe pastaj, domethënë, duke e ditë këtë gjë, shkon njeriu edhe e kundërshton ose e pyet Allahun në formë kundërshtimi, o Zot, pse e bëre ti këtë? Subhanallah. Kjo padyshim që është, domethënë, e pamundur. Pastaj vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thot, ai i cili thot pse e ke bërë kët, pra kush e bën këtë pyetje, pra pyetje e cila ka mos pranim dhe mos dorëzim në urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë nuk ka dyshim që kjo gjë, domethënë, është refuzim i Kuranit. Edhe Allahu thot që Allahu nuk pyetet për atë çka vepron. Pra i cili e pyet këtë gjë, e bën këtë pyetje, nuk e pas refuzim, domethënë, në çështjet të cilat Allahu i ka caktuar, sidomos në çështjet e besimit edhe të fesë, atëherë ky e ka refuzuar ligjin e Kuranit. Edhe kush e refuzon ligjin e Kuranit, atëherë pa dyshim që bëhet prej jo besimtarëve, sikurse e përmend autori, Allahu e mëshiroft.
Dhe arsyeja pse ky person bëhet prej jo besimtarëve është sepse kjo është një bazë e madhe prej bazave të fesë. Dorëzimi dhe edukata me Allahun subhanahu wa taala është që ne jemi të nështruar atij Jalla fi ula. Dhe ai i cili nuk i nënshtrohet Allahut në caktimin e tij, në fenë e tij, po edhe nuk është i kënaqur në caktimin e Allahut në krijesat e tij subhanahu wa taala, dhe refuzon këtë dhe është i pakënaqur dhe kundërshton Allahun dhe nuk e pranon këtë caktim të Zotit, edhe nuk ka nënshtrim për Allahun subhanahu wa taala, pa dyshim që ky person është prej jo besimtarëve. Allahu thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." Jo, thot pasha Zotin tënd, ato nuk kanë besu derisa të kthehen, të gjykohen tek ti, thot, për gjërat që kanë midis tyre. Edhe më pas mos të gjejnë në zemrën e tyre asnjë lloj, problemi me atë që ti gjykon, edhe të nënshtrohen dhe të dorëzohen në mënyrë të plotë. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thot: "فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم موجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود." Kjo që e përmendëm, thot autori, është ajo për cilën ka nevojë ai i cili, pra i nevojitet dhe është mjaftueshëm ai i cili e ka zemrën e ndriçuar, qoftë ky prej të afërve të Allahut, miqve të Allahut. Dhe kjo, thot, është grada e atyre të cilët janë rrënjosur në dije, sepse dija është dy llojesh. Dijet e krijesat, e cila është prezente, është ndodhet, dhe dijet e krijesat e cila është e mbuluar. Ai i cili e mohon atë dije që ndodhet te krijesat bën kufër, dhe ai i cili e pretendon dijen e fshehtë bën kufër. Dhe nuk është i qëndrueshëm apo nuk saktësohet imani dhe besimi i tij vetëm se me pranimin e dijes që ka ardhur, që Allahu ja ka sill krijesave, dhe me lënien e dijes të cilën Allahu ja ka fsheh krijesave. Kjo fjalë e autorit, subhanallahu, është prej fjalëve të mira që ai e përmend në këtë përmbledhje. Do thonë, fjala që ai thot, kjo që përmendëm, ka për qëllim çështjet e kaderit dhe nuk ka për qëllim që nga fillimi i librit. Allahu alem, mirë, po në sa duket është që ka për qëllim çështjen e kaderit, dhe kjo është fjalë prej fjalëve të mira që ka përmend autori në këtë përmbledhje. Allahu mëshiroft. Thot, sepse dija është dy llojesh, thot. Pra, edhe këtë faktikisht e kemi përmendur më përpara në çështjen e kaderit, në mësimet e hershme. Thot, dije që është te krijesat, që Allahu është prezente, pra Allahu e ka zbrit, dhe dije që Allahu ka fsheh. Ai i cili mohon dijen që Allahu e ka zbrit ka bë kufër. Dhe ai i cili pretendon dijen e fshehtë ka bë kufër. Dhe nuk është i qëndrueshëm apo nuk saktësohet besimi i tij vetëm se me pranimin e këtyre dy dijeve. Me pranu dijen që Allahu e ka zbrit dhe me e lënë dijen, me pranu dijen që Allahu e ka zbrit dhe me lënë atë dije që Allahu e ka fsheh. Mi po jo me e mohu, pra. Thjesht me e lënë dhe mos me u fut në të. Kjo, subhanallahu, është nga fjalët e mira që e përmend autori. Do thonë, është nga fjalët që ja vlen të mësohet përmendsh faktikisht dhe më u marr si rregull. Që dy dije ka, do thonë, e ka njeriu raportin me to dije që Allahu ja ka zbrit dhe ka për detyrë me besu në të,
dhe dije që Allahu ka fsheh. E ka për detyrë me besu në të, ama duhet me e lënë dhe mos më fut në të. Dije të fshetës, ne e besojmë, po nuk futemi dhe nuk të i kalojmë atë kufi që na është caktuar. Dija e parë është ajo që Allahu ka zbrit subhanahu wa taala, e cila lidhet me urdhresat dhe ndalesat, dhe ajo që lidhet me emrat dhe cilësitë e Allahut dhe me çështjet e kaderit, të cilat kanë ardhur argument në to, ne i besojmë ashtu siç kanë ardhur. Dhe siç i ka përcjell tek ne profeti sallallahu alaihi wasallam, siç i ka zbrit Allahu në Kur'an, do thënë për çështjen e emrave cilësive të Allahut, se Allahu i rendit çështjet e krijesave e kështu me radhë. Çfarë lidhet me fen që ka ardhur në Kur'an Sunnet, ne pohojmë ashtu siç na ka ardhur dhe mohojmë gjërat e tjera. Dhe dia, pra, edhe thot autori dije që është e fshehur, sikurse është dija e ghaibit, është dija e cilat Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të fshehtë, domethënë sikurse janë emrat dhe cilësitë e tij, pra forma e tyre me pyetësi, qysh apo detajet e caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Këtë dije Allahu e ka fsheh dhe nuk na lejohet ne të futemi në të. Dhe ai i cili e mohon, thot autori, këtë dije që ndodhet, pra dijen cilën Allahu e ka zbrit, pra dijen e sheriatit, emrat, cilësitë e Allahut, urdhresat, ndalesat, normalisht që është për jo besimtarve, dhe ai i cili e pretendon dijen e të fshehtës, dikush thot po dora e Allahut është në këtë lloj forme. Unë e di, thot, ose pretendon diçka të fshehtës. Ky pa dyshim që është prej jo besimtarve, sepse ai çfarë bën? Thon ai e shoqëron Allahun, ose mundohet ta shoqërojë Allahun në një specifik prej specifikave të tij subhanahu wa taala, që është dija e fshehtës. Ky është ai i cili pretendon të fshehtën, padyshim që është prej jo besimtarve. Thot autori, dhe nuk është i qëndrueshëm besimi i tij vetëm se me këto dy dije. Pra, më thonë, pranimi i dijes që ndodhet te krijesat që Allahu ka zbrit, dhe lënia e dijes që Allahu e ka fsheh. Realisht fjalë e mirë prej autorit që ja vlen që njeriu të qëndrojë me të, të meditojë dhe ta mësojë. Tani përmendim inshallah shkurtimisht një 10 pika të cilat të japin ty përmbledhjen e kësaj që përmendëm. Këto janë 10 rregulla ose 10 baza që duhet i ketë njeriu në çështjen e kaderit. E para që duhet të ketë parasysh njeriu është se Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe nuk bën padrejtësi. Kush është ai i cili është i drejtë nëse Allahu dhe i dërguar i tij nuk bëjnë drejtësi? Allahu subhanahu wa taala thot: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ne nuk I kemi bërë padrejtësi, mirë po ato vetë I kanë bërë vetes tyre padrejtësi. Thot Allahu: ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O robrit e mi, unë ja kam bërë haram vetes time padrejtësinë dhe e kam bërë haram midis jush. Kështu që mos bëni zullum, mos bëni padrejtësi. Pa kjo lidhet me çështjen e kaderit, o vëlla, se ti duhet ta kesh parasysh sa herë që Allahu ka caktuar diçka, e ka bërë një caktim, Allahu nuk ka bërë padrejtësi. Po çdo gjë që e bën subhanahu wa taala e bën me drejtësi të plot, me drejtësi absolute.
rregulli ose baza e dytë është se Allahu subhanahu wa taala është i urtë, madje ka urtësinë absolute xhelle fi ula. Edhe kjo urtësi është e pakontestueshme, e kuptuam apo nuk e kuptuam ne. Mirë po, duhet kemi parasysh që Allahu subhanahu wa taala nuk vepron ndonjë gjë në këtë gjithësi vetëm se e bën me urtësi të plot te baraka wa taala. E kuptuam apo se kuptuam, ne nuk e kundërshtojmë, pasi Allahu nuk bën diçka pa urtësi. E treta është se Allahu subhanahu wa taala është i gjithë mëshirshëm, madje mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë, te baraka wa taala. Për të arsye Allahu subhanahu wa taala krijesave prej mëshirës vet ja ka çuar, ja ka dhënë arsyen që njeriu të kuptojë, ka zbrit librat, ka dërguar të dërguarit, që kjo shpallje prej Zotit të depërtojë në zemrat e tyre. Madje Allahu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la ahadun ahabbu ilayhi al-'udhru min Allah, min ajli dhalika anzala al-kutub wa arsala ar-rusul. Nuk ka asnjë që e don arsyetimin më shumë se sa Allahu, për këtë arsye i ka dërguar profetët dhe i ka zbrit librat. Allahu me mëshirën e vet ja ka bërë njeriu çdo gjë të mundur, ja ka mundsuar të gjitha rrugët që ai të kuptojë gjërat. Edhe gjitha kjo është prej mëshirës së tij absolute. Nëse ai do të donte, i linte njerëzit, i linte në errësirë dhe i merrte në llogari për besimin ose për mosbesimin e tyre. Edhe kjo nuk do të ishte padrejtësi prej tij, pasi çdo gjë është mirësi prej tij xhelle fi ula. Në moment që Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar njeriu të gjitha këto që i përmendëm, është vetëm se mëshira e tij është absolute me krijesat, dhe ai kur e vepron diçka, e vepron me mëshirë absolute subhanahu wa taala. E katërta, Allahu di dhe ne nuk dim. Kjo është gjithashtu nga bazat kryesore që nuk na lejohet ne, domethënë, të futemi në çështjet e kaderit, se Allahu subhanahu wa taala ka dijen absolute. Si mundet ne ta kundërshtojmë dijen e Allahut xhelle fi ula me një caktim për caktimit të tij, ndërkohë që ne jemi krijesa të dobta. Dija jon deri në një farë limitit të shkurtër arrin. Përsa dija Allahut subhanahu wa taala nuk ka limit, nuk ka kufi, është e pafund. E si shkon njeriu i dobët të kundërshtoj Allahun xhelle fi ula. T'japim një shembull, thjesht në u mundu me kuptu pak, sikur njeriu të kishte gjysmën e dijes së Allahut subhanahu wa taala. Prap nuk do t'i lejohej atij të futej në çështjet e ghaibit, pse se mbase këto janë tek ajo gjysma tjetër që njeriu nuk e di. Po do t'japim edhe një tjetër, sikur njeriu, subhanallahu, edhe këto janë thjesht shembuj, domethënë thjesht me u mundu që ta kuptojmë se sa i largët është që njeriu të kundërshtoj caktimin e Allahut duke e ditë që Allahu është i gjithdijshëm. Po e themi sikur shembull, nëse njeriu edhe do të kishte dijen e Allahut subhanahu wa taala, prap nuk do t'i lejohej ta kundërshtonte atë xhelle fi ula, për shkak se ai ka sundimin, ka pushtetin absolut. Po ndërkohë që njeriu nuk ka as pak prej dijes, as pak prej urtësisë, nuk, më thënë, është i dobët, e dobësia e njeriut është pjesë e tij, si mundet atëherë, më thënë, të kundërshtoj ose t'i kërkoj llogari Allahut subhanahu wa taala për një
veprim ose për një caktim që ai e cakton. Është diçka shumë e largët, është e pamundur, mirë po njeriu është i padrejtë. E pesta është se Allahu subhanahu wa taala është perfekt dhe i plot dhe absolut, ndërsa njeriu është i dobët. Allahu ka përsosmërinë absolute, kurse njeriu ka mangësi, është i mangët. Edhe kjo është në shumë aspekte, në dije, në arsye, në fuqi e kështu me radhë. Allahu është pjesë esenciale e tij përsosmëria, ndërsa njeriu është pjesë esenciale e tij mangësia. Atëherë kur njeriu është në këtë pozitë dhe Allah është në atë pozitë, nuk mundet që njeriu ta refuzojë domethënë gjykimin e Allahut, mirë po duhet të nënshtrohet te ky Zot i cili është absolut dhe i përsosur. E gjashta, Allahu subhanahu wa taala ka argumentin ndaj krijesave dhe nuk kanë krijesat argument ndaj tij ose kundër tij subhanahu wa taala. Allahu thot: rusulan mubashirin wa mundhirin li an la yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu thot që ka çuar të dërguar që janë, domethënë, përgëzues dhe qortues, që njerëzit mos kenë argument kundër Allahut, pra pas dërgimit të profetëve. Nëse Allahu subhanahu wa taala do të donte, na kishte kriju direkt në zjarr. E kush mund ta ndalonte Allahun subhanahu wa taala në këtë gjë? Askush. Ai është krijuesi i gjithçka, nëse ai do diçka i thot bëhu dhe ajo bëhet. E megjithatë, na ka sjell në këtë botë, ka dërguar të dërguar, na i kanë mësuar gjërat, është i arsyetuar ndaj nesh në çdo aspekt, nuk ka, domethënë Allahu ka argumentin e plot ndaj nesh. Atë kam kriju, atë kam dhënë arsye, atë i kam dërguar profetët, atë i kam zbrit librat. E nuk mundet njeriu të ketë argument kundër Allahut xhalla fi ula. Këtë arsye njeriu duhet të nënshtrohet e ta di domethënë pozitën e tij dhe t'i dorëzohet Allahut xhalla fi ula në caktimin e tij. E shtata, edhe pse e kemi përmend, mirë po ja vlen të përsëritet, është se kaderi, pra, një pjesë është e shpallur dhe një pjesë nga është fshehur. Që ndrohet tek ajo që na është shpallur, edhe stopohu, ndalohu tek ajo pjesë që na është ndaluar, na është fshehur. Sepse kjo është të kërkosh një dije që ty të është ndalu, dhe ajo dije që ty të është ndalu është në domin tënd. Dhe Allah i ka qortuar ata të cilët kërkojnë dije që nuk i bën dobi. Thot Allahu: yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Duke i qortuar, thot Allahu, që ato mësojnë diçka që nuk i bën dobi, do të thonë që i bën dom dhe nuk i bën dobi. E teta është se një dije që Allahu ta ka fsheh, kjo mund të jetë më e dobishme për njeriu. Allahu subhanahu wa taala ka urtësinë absolute, ka dijen absolute. Allahu ka kriju këtë lloj forme. E di Allahu që nuk ke, edhe sikur të ta shpallte diçka, të ka kriju në një formë të tillë që ti nuk e përballon dot, nuk e kupton dot. Hutohesh. Kështu që Allahu ka dhënë aq sa ty të nevojitet për të adhuruar atë subhanahu wa taala, ndërsa dia tjetër nuk, përderisa njeriu nuk e arrin dot dhe nuk e kupton dot, vetëm se e dëmton. Kështu që qëndro tek ajo që të bën dobi dhe largoju prej asaj që të dëmton, dhe dorëzoju Allahu subhanahu wa taala në këtë caktim të tij. E nënta,
në nështrimi dhe dorëzimi i plot në Allahun subhanahu wa taala është kur ti e ruan edukatën me të, edhe në moment që Allahu diçka ta ka bërë të ndaluar, ti dorëzohesh dhe nënshtrohesh dhe nuk e te i kalon kufirin tënd. Por se e pranon dhe e merr atë dije që Allahu ta ka shpall, duke u larguar për asaj dije që Allahu ty ta ka ndalu e ta ka fsheh. Këtë arsye ti arrin grad të adhurimit dhe të nënshtrimit tek Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është ajo e cila kërkohet dhe është prej bazave të fesë tonë. Baza e fesë është që ti jesh i nënshtruar. Pra ajo me cilën mbahet feja është nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atë kështu për në çështjen e kaderit ti nënshtrohesh dhe e ruan edukatën tënde si rob ndaj krijuesit tënd. I bindesh atij në urdhësat dhe ndalesat e tij xhalla fi ula. E 10-a dhe e fundit është se nuk e arrin pra të vërtetën në çështjen e kaderit vetëm sa ai i cili e pastron niyetin e tij dhe është i sinqert. Për çfarë i mëson kaderin ti vëlla? Ti e mëson kaderin sepse do ta kuptosh madhështinë dhe mirësinë dhe urtësinë dhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra e mëson se ti do të adhurosh Allahun dhe ti nënshtrohesh atij sikur se i takon madhështisë tij xhalla fi ula. Në moment që ti e pastron këtë nijet, Allahu ty të udhëzon tek e vërteta. Në moment që ti nuk ke këtë nijet, atëherë ndodh që ti të bëhesh prej atyre që fillon pyet, fillon kundërshton, fillon i vëgjën pikpyetje, po pse është kjo kështu, pse është ashtu, dhe kthen një prej bazave të fesë tonë që është nënshtrimi. Kështu që ta kesh parasysh, domethënë, pastron niyetin tënd dhe Allahu ty të udhëzon dhe të orienton tek ajo që ty të bën dobi dhe të largon nga ajo që ty të dëmton. Këto janë 10 rregulla ose 10 bazat të cilat të japin ty pak a shumë përmbledhjen e asaj që përmendëm, që duhet i ketë parasysh njeriu në çështjet e kaderit, po edhe në çështjen e dijes së fshehtë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Vazhdojmë inshallah mësimin tjetër me fjalën tjetër të autorit. Allah shpërblet në të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.